Selam aleikum të dashur shikues të Radio Televizionit Iliria. Përshëndetje dhe mirë se ardhët edhe sonte në emisionin Ma Shumë Se Llaf. Si zakonisht për mua shumë kënaqësi që kam kohën me qenë bashkë me juve edhe po shpresoj që edhe ju keni mundat të kënaqur me temën që e kemi përzgjedhur për ta diskutuar sonte. Të dashur shikues, fundi qershorit gjithmonë është fundi i vitit shkollor, i një viti akademik të lodhshëm për fëmijët, por edhe për mësimdhënësit. Prandaj kemi vendosur, pa janë shkalu edhe prindrit në këtë rast, sepse edhe ata ndjen një lodhje, një stres në vazhdimsi derisa të përfundon viti shkollor, duke pritur prej fëmijëve që të jenë verzioni më i mirë i një nxënësi. Prandaj e kemi vendosur që sonte emisionin Ma Shumë Se Llaf t'ja dedikojmë pikërisht mësuesve, mësimdhënësve. Po ta shohim se si qëndron në realitet puna. A janë, duke qenë se mësimdhënësit janë pishtar të shoqërisë, janë pishtar të kësaj shoqërie, po a janë ata të harruarit e sistemit politik ose e sistemeve politike në përgjithësi. Kjo për faktin që apo vlerësohet sa duhet puna edhe sakrifica e tyre. Apo vlerësohet qoftë prej shtetit, qoftë prej prindërve, prej shoqërisë e deri tek nxënësit. Sepse të dashur shikues ka ndryshuar koha, ka ndryshuar rrethonat. Dikur me qenë mësues ka qenë privilegji më i madh i mundshëm. Ka qenë diçka që e ka ndru gjithë se cili ta ketë një profesion të tillë. Por apo ndodh kështu edhe në kohën tonë, në kohën në cilën ne po jetojmë. Çka ka ndikuar që ndoshta indirekt të zbehet emri i mësuesit. Çka ka ndikuar që ndoshta shpeshherë të paragjykohet e të gjykohet ky profesion që realisht është shtylla e të gjitha profesioneve, sepse mësimdhënësi edukon, mësimdhënësi mëson, mësimdhënësi përgatit brezat për jetë, i përgatit të gjitha profilet ose profesionet e ndryshme të cilat vinë në të ardhmen. Gjithçka fillon nga mësuesi, sepse është njeriu i parë që ju mëson shkronjat dhe tingujt, është njeriu i parë që mëson bazën e edukimit në shkollë, prandaj a do të duhej të ishte në një nivel të vlerësimit kaq sa është sot mësuesi. E unë po pres mendimet tuaja ti ndani bashkë me neve në 046 2200 22 duke telefonuar, numri i telefonit është i shfaqur në ekran, dhe të shoh a ka edhe qytetarë tjerë të cilët mendojnë njëjtë sikur unë për pozitën edhe prestigjin që e gëzon sot një mësues në shoqërinë tonë. Është një temë që është shumë e ndihshme, është një temë që najherët të bën me mendu shumë faktorë që po ndikojnë në zbehjen e emrit të mësuesit. Më kujtohet dikur kur kam qenë fëmijë, sigurisht ju kujtohet edhe juve, rrugës derisa kemi ecur, kemi menduar edhe jemi stresuar nëse kemi takuar mësuesin ose ndonjë mësimdhënës në rrugë. E kemi përshëndetur me turp, kemi nguruar derisa i kemi thënë mirëdita. Në klasë kur ka hyrë mësuesi, gjithë kemi qenë të shtangur. Kemi pas frikë, respekt ndaj mësimdhënësve, por sot me sa duket po ndodh e kundërta. E gjithë ky presion që po i bëhet mësimdhënësve, qoftë prej sistemit arsimor. Kur them prej sistemit arsimor, e kam fjalën për ngarkesat e stër ngarkesat nga ana administrative që ju kanë bë mësimdhënësve, që ju kanë bë mësuesve. Ata realisht nëherë ta lënë përshtypjen që janë vetë administrata, duke plotësuar plane, duke plotësuar gjëra në librat të tyre, sa duket që nëjherë ma shumë ju merr kohë kjo procedurë se sa vetë mësimdhënia. Tu e pas parasysh mandej edhe pagat që mësimdhënësit i marrin, diçka që ka të bëj prap me sistemin politik të vendit, apo vlerësohet sa duhet puna e tyre, apo vetëm po ngarkohen e po stër ngarkohen. Një mësimdhënës i cili punon në Kosovë, në cilën do fush, po flasim për sistemin fillor dhe sistemin e mesëm, jo për atë universitar, a mjafton një pagë
e një mësimdhënësi që ta mbaj familjen e tij. Cili është mendimi juaj, të dashur shikues? Nëse është kryefamiljar edhe punoni vetëm, a mjafton paga e tij për të mbuluar të gjitha ato shpenzime në këtë kohë të rritjes së çmimeve, në këtë kohë të këtij presioni ekonomik të vazhdueshëm, në këtë kohë të rritjes së çmimit edhe të rrymës? Si arrin një mësimdhënës të ja dalë me gjitha ato ngarkesa për të mbajtur familjen e tij? Ose ta mendojmë anën tjetër, a është një mësimdhënës në formë për të mbajtur një orë mësimore në formën e duhur, nëse është kaq i ngarkuar me faktin që a do të mund t'ja dalë me shpenzime deri në fund të muajit? A do të duhej që në një shoqëri që pretendojmë për zhvillim të arsimit t'i lëm mësimdhënësit në këtë gjendje? Çështja tjetër me të cilën preokupohen edhe janë ose ballafaqohen në vazhdimësi mësimdhënësit është çështja e presionit të nxënësve. Ne jemi dëshmitar të rritjes së gjeneratave për herë e më të frustruara, për herë e më të revoltuara, për herë e më të parahatuara. Diçka që indirekt ndikon në mirëqenjen e mësimdhënësve, ndikon në zhvillimin e orës, ndikon në mësimdhënie, po mandej edhe indirekt në mësimdhënie, sepse 3 nxënës me qenë problematik në një klasë që rregullojnë, domethënë, orën, edhe për mësimdhënësin është shumë e pamundur me e vazhdu me e mbajt orën si duhet. Pa e lënë anash asnjëherë edhe presionin e prindërve që e ushtrojnë mbi mësimdhënësit. Kemi prind të pakënaqur, kemi prind të shumë kërkues, kemi prind gjykues, e të gjitha këto ndikojnë në mirëqenjen e një mësimdhënësi i cili nuk mundet ndoshta në formën më të mirë të mundshme ta ushtrojë profesionin e tij. Prandaj kjo është, të dashur shikues, tema e diskutimit sot, sepse një mësimdhënës nuk është në shoqërinë tonë thjesht mësimdhënës, po është një administrues, është një edukues, është një mësimdhënës, është një psikolog, sepse për herë më shumë kemi fëmijë me çrregullime të ndryshme të shëndetit mendor, të gjitha këto në një qenje të vetme, në një mësimdhënës. E si ndikon kjo mandej në gjeneratat e ardhshme? Si ndikon kjo tek fëmijët tonë, tek gjeneratat tona? A do të duhej të ndryshonim si shoqëri? A do të duhej të ndryshonin politikat? A do të duhej të ndryshonte gjithçka nga thelbi, nga rrënja, nga Ministria e Arsimit? A do të duhej të rriten pagat e mësimdhënësve që ata të mos preokupohen nëse do të mund t'ja dalin deri në fund të muajit me pagën e tyre? Shpesh herë ata obligohen të mbajnë edhe një punë tjetër që të jenë pak më stabil. Apo rritet numri i mësimdhënësve që po e lëshojnë Kosovën edhe po emigrojnë për shtete tjera të botës? A ka rrezik që të mos kemi mësimdhënës të mirë në shoqërinë tonë, në Kosovën tonë, në të ardhmen? Ne jemi dëshmitar që në disa fakultete nuk ka konkuruar asnjë student. Asnjë student nuk ka dashur për shembull që të regjistrohet në fakultetin e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Pse? Sepse ka shumë njerëz të cilët presin me vite e me vite të tëra për të siguruar një punë. E gjithë kjo i demotivon gjeneratat e reja për të qenë pjesë e sistemit arsimor. E ne e dim që sistemi arsimor është baza, është shtylla e një shoqërie, edhe zhvillimit ekonomik, edhe zhvillimit social, edhe e të gjitha fushave, domethënë asgjë nuk mund të funksionojë si duhet nëse sistemi arsimor qalon. E ne ndonjëherë ta lëmë përshtypjen sikur me qëllim, po e bëjmë që të qaloj ky sistem arsimor. A kemi njerëz që me të vërtetë janë të interesuar ta ndryshojnë gjendjen e arsimit tonë? Këto ditë nxënësit i kanë dorëzuar edhe librat e klasave të cilat i kanë përfunduar. I kanë dorëzuar në shkollë të gjitha tekstet shkollore, sepse librat tashmë e dini që ipen falas. Por vitin që e lëm pas,
prindrit janë furnizuar ose për prindrit janë ndarë të holla me të cilat mandej janë bler edhe librat shkollore. Këto libra i kanë dorëzuar në shkolla. Ta shtrohet pyetja. A kanë me mujt klasët tjera me i shfrytzu librat e njëjtë? Me këtë qëllim janë dorëzuar librat nga nxënësit. Në shkollat e Fushë Kosovës, të paktën aty kanë fëmijët, janë mbajtur evidenca dhe kanë qenë stafi i shkollës shumë korrekt të kjo çështje. Sa do të thonë është shikuar prej mësimdhënësve se cili libër a është dorëzuar apo nuk është dorëzuar. Nëse fëmijë nuk i ka dorëzuar ose nxënësi nuk i ka dorëzuar të gjitha librat, atëherë nuk ka pas mundësi që të i marrë librat e tjerë. Po ku është esenca e dorëzimit të këtyre librave? Në brendësi të këtyre librave ka hapësira për shkrim. Si mundet një libër në të cilin shkruan fëmija, i shkruan 2-3 rreshta, të mos të përdoret prapë prej një fëmijës tjetër? Qysh ka mundësi? A është kjo një neglizhencë prej Ministrisë së Arsimit? A është një mungesë e bashkëpunimit me shtëpitë botuese, që nuk ju ka caktu kritere? A do të duhej që librat bazë të jenë pa hapësira për shkrim në mënyrë që të shfrytëzohen prej 2 ose 3 gjeneratave? Do me thonë, duket nëjherë sikur gjërat po bëhen në momentet e fundit edhe pa u menduar mirë. Me sa duket e kemi një telefonate, marrim e mandej vazhdojmë prapë. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam, mirë se erdhët. Faleminderit. Unë deshta me bo një pyetje, po dali jashtë atë temës nëse kish pas mundësi. Pa mirë kish qenë me diskutu për temën, po tash të shohim çka po na pyet edhe kush po na telefonon, prej nga po na telefonon. Nuk jem kona në rrjedha prej fillimit. Edhe mirë shkon, po si jem kon rrjedha prej fillimit për këtë temë. Unë po të regoj, jena të folë për mësimdhënësat, që janë pishtarë të shoqërisë, që janë thelbi i shoqërisë, po që realisht nuk po vlerësohen sa duhet, as prej sistemit politik, as prej prindërve, as prej shoqërisë, as prej nxënësave. Unë për vete, që këtë nuk di që me thonë, po ka ta si mësimdhënësa që nuk janë, do me thonë, une që shemenaj, edhe i kom pa dhe vetë, nuk janë shumë adekuat, do me thonë, për profesionin që e kanë, do me thonë, dalin njashta, do me thonë, binarve, që shtot populli, apo kuptan. Edhe mësimdhënësit, do me thonë, tash të u ardhë koha që edhe nxënësat nuk kanë faj, nëse unë jam bashkën temë se vallaj s'po di, edhe mëse këta nxënësat nuk kanë faj që do me thonë ka njëherë zhgënjihen edhe nuk dojnë me mësu. Unë i kuptaj se do me thonë se ndështaj që ka mësu edhe unë mundu më shumë e merë një notë ma të ullët se so aj që do me thonë ka mësu, aj vlerësot më shumë, do me thonë, ma mërmend t'ja mu që si pas pozitës të prindve tina apo diçka tjetër. Nuk e di unë tash të ajo më rrjedha unë në këtë farë aspekti. Shumë qartë. Po. Mirë, ajo se unë nuk e shtoj ngueq, do me thonë emisionin, po unë do me thonë zdi drejtën pak të lutna. Jo, në rregull, është shumë mendim. Nuk po thonë, është i bazum se ka dhe rastet atilla. Do me thonë shoqet e mija që kanë fëmi, mundohen, mësojnë e krejt, do me thonë, po pak që nuk kanë mundësi, do me thonë, që e kanë një jetë mesatare, në thojza, kur shkojnë në shkollë, ajo mundohet normal, me vesh, me ato mundësit e veta, po ta shte dhe jeta o pak e se vështirë, për neve që e lypim halalin, se për ata që do me thonë i pasojnë këto efsha tjera dhe merren me punët e pesta, për ata është lehtë me fitu, edhe ajo mundohet me mësu e krejt edhe kur vjen do me thonë qika, po djali jo nan e ku marrë 3. E ka mësu për 5. Edhe unë e shë që zhgënjihet kështu edhe në prej shkollës. Kurse ai tjetër e thjesht, ndërshta nuk e din sa bojnë 2 herë 2 dhe kur shkon e merr 5, se do me thonë mësusën e ka nana shoqe apo diçka tjetër e qështu. Naj diçka tjetër, se tash edhe zakonisht edhe patkeqësisht
fatkeqësisht po them edhe më suprekni mësimdhënësa, se edhe mjek ka edhe mësimdhënësa, këta ka që marrin edhe pare, do me thonë që shpërblehen. Ja, të çështja mësimdhënësave nuk po besoj që mundet me pas të tilla raste. Jo, mundet me pas, unë kam rast, edhe Po do me thua? thonë nana ime ka qenë smut para 1 viti, prej kancerit, që po ta ndërlidhe, edhe do me thonë ka ndru jetë, e kom pas do me Inshallah thonë Zoti e ka mëshiru. të shtetit, nuk e kanë marrë në dorë, beson në Allah, që u dof kemi avon doktorit, mjekut, neurologut, unë nuk du me cik me emra, Unë mendova ka për 500 euro një javë të shambull. Veç po du me ta ndërlidh këtim, edhe mi thonë 500 euro për minutin një javë të dof kemi ja jep, për me ma këshyr nanën ma mirë, edhe ato për mës me ofendu neurologun apo doktori, u dof kemi thonë që vë t'i thonë për një kafe. A i të kuptu? një kafe 500 euro. E pa që e qa mi thonë meri që të këshër manonën, po do ke pak kësa din kështu me, unë e vetë e kom vepruat punë, edhe vetë i kom As po duket që na si shoqni po i lasdrojna ashta në këtë rast edhe mjekët. Se nëse nuk kish pas njerë që ju japin, ata dikur ishin dorëzu. Shumë e vërtet është, ama pa pare nuk të këqyre. Nanën teme me pare, besa Zotin, ta shte nanës teme, që shukum dhoma, do me thonë dhomën, ja ka jep, do me thonë aj neurologu, do me thonë me një dhomë që rinë 4 veta, kështu edhe ka një kujdestar që i, do me thonë që kujdeset për ta. Po, që i rren me ata prente vetë, apo diçka tjetër që i kanë, nanës time ja ka dhonë dhomën të, do me thonë, vetë kështu. I ka thonë, po du me ta dhoni dhomë që mës me të pengu kërkosh. Në këtë rast ju ka bo pa drejtësi aty në tjerëve. Qysh? Thash këtë rast ju ka bo pa drejtësi edhe pacientave tjerë. Po, 3 shtratra e në kondë shprast, edhe me një dhomë tjetër, ku e kom pasën e do me thonë, unë jem konë numër 10, 11 që do me thonë konë me 4 shtrata, dhoma ma e vogël, edhe në qysh ma e zymt, edhe do me thonë gjdo kujdestar aty të 3 vete, edhe po do me thonë që ana e kena pasën ma të madhe, ma të mirë, do me thonë edhe u dof kemi avon, do me thonë gjdo javë me qaros, edhe brenda ditës me shku me blenaj langa, naj diçka, naj Red Bull, me thonë që me repije freskohu, edhe pasha zote vikem pun 7 ora, nuk shkoj kënë zyret vete, vikem as pari mamin te me pa. A u zgju si është tek është. Edhe po du me thonë që edhe nëse më dhënsat, hynë këtë pikë. Të mësimdhënësa që nuk po besoj që mundet me egzistu. Jo, të mjekët është dëshmuna ashta shumë herë, po të mësimdhënësat dëqysh nuk... Pse nuk e beson ti? Ta shte pëndodhe gjithë shka. Pse nuk e beson shumë, mu për vetin normale më do këtë. Edhe të mësimdhënësat i këshyri kush po veshët ma mirë, cilin zonës po vjen ma i kujdeshëm, cilin zonës po vjen ma firmato, muna me thonë kështu edhe në ashëqare. A i në zonës do me thonë që edhe dimrit shkon me ato jaknet, me mundësi të veta, unë e po thonë unë e kom shoqën, edhe që ajo mundohet e ja kepra shta, edhe nëse s'ka, e përqeshin edhe ata tjertë, nuk dojnë mullë në bank me ta, në zonës atjerë. Jo se unë nuk ullna me ty se edhe në të s'poveshësh mirë, jo kështu, jo ashtu, se ki qantën e mirë, edhe në gjithmonë aj që nuk ka orë, koha, anë shkalohet. Nga shoqëria, nga, do me thonë, si shkolla, spitali, ku do të qoftë. Besa, subhanallah, veç edhe në gjami ka met, ajo edhe në që mos mu anë shkalu, aj që nuk ka. Se edhe atë në thojza ka raste që ndështë ato që ka ma shumë, gjithmonë ajo është ma i respektuare.
Nuk e di, unë të paktën nuk isha dasht me besu që në shkolla ndodh kjo. Për ndryshe, jo, për spital nuk thash, se për spital fatkeqësisht e kanë dëshmu shpesh herë edhe mediat që ka raste tilla, e me shpresu që nuk ka me pas. E për shkolla dyqysh është pak ma, varet tani njeri edhe çfarë qasje ka dhe ndaj shkollës. Se për shembull te çështja e vlerësimit, te çështja e vlerësimit që përmende, për shembull, ndryshe vlerëson nana, ndryshe vlerëson mësimdhënësi. Nëjherë duket që jo, vlerësimi te çështja e dijes kur thet 3 edhe 5. Apo kupton? Ka dhe fëmijë që ngurron para mësimdhënësit, ka nanë që besa nuk din me bo për zgjedhjen e pyetjeve në formën e duhur. Mësimdhënësja, a din që ka raste, po vjen shumë keq kush po mgon, nashta po edhe po hi, edhe në ato fal, edhe nuk po di mu shprej se une shumë sene i di edhe po du me të bin ty që ti e gabim. Ka raste që edhe mësimdhënësja ka ndodh që do me thonë një prind i një nxënësit ka ardhë nga Gjermania, edhe ka ardhë shumë i pasur, edhe ajo do me thonë e kanë po të dalë me atë prindin e nxënësit. Edhe nxënësin e vetë nuk ka pas djalin e vetë s'ka pas nevojë kur me pyet, gjithmonë ka kalu shëmbullore, a me veta shtesojnë 1+1 nuk dhe me tregu, ka dhe kësi raste, mos u habetëne, qka të nini veç thoni mashallah. Jo, të na qka të nish mos u qudit, po dyqysh për mësimdhënë sa e kom një farë, nuk e di, ose nashti është defekti jemi, që ku mu ka... Edhe nështë adin nuk do me ta akceptu truni jot, apo nështë adin edhe edin, po nuk ki qenë me pranu. Jo, të çështja e vlerësimeve, okej, e di që mundet me pas gabime, sepse edhe mësimdhënësit janë njerëz. Unë e përmenda paraprakisht që ata hargjohen prej faktorëve t'jashtëm, se një mësimdhënës sot është shumë vështirë me mbajt familjen me pagën që e merr, është shumë vështirë me arrit me i bind fëmit e gjeneratave të sodit për me dëgju. Sa e merr mësim kjo mësusja apo mësusin rrugën? Nëse është krye familjare, ka shumë vështirë, me 500 euro sot është shumë sfidë me jetu. Sot zamër njerëz po jetuan me ka 250 euro edhe pikan 5 antar, 6 antar. Po në rregull, ata jetojnë me 5-6 antar, po mësimdhënësi mbi supe e ka barrën e edukimit edhe të shkollimit dikujt. Ka ton ditën pin kafe me kolege. Jo. Me telefon, me bibera. Jo. Dëgjom, rastet rralla ka gjithmonë. Edhe po e përmbylli se dëgjom. Jem e shkënyme edhe në dyqysh na këto sene, edhe një rast... Ko ke shgëny pak si shumë. Po, jem e shkënyme prej, do me thonë se shoqja jame, qika vete, ka ra, do me thonë, u bo për psikolog. Do me thonë 9 vjetë, u bo për psikolog, do me thonë se i kanë thonë që, do me thonë, kretë prej shoqërisë klasës, tu e nda, tu e anashkalu në ekskurzione, jo në autobus, ajo ke vetë, unë e sullina me ty, jo në kështu, e kush ka faj këto, mësimdhënësja? Jo, këtu kanë faj prindrit që i kanë eduku fëmijën e tyre me bullizu dikën edhe me largu pi shoqënisë. Nuk kanë faj mësimdhënësat, nuk kanë mundësi me 30 fëmijë me umar me jam ndru mendësinë e familjeve tëne. E dashurën e të falenderoj shumë, të pres tajtën tjetër me ndonjë temë tjetër me diskutu. Për ndryshëm duhet me ta ndalë për me pranu telefonatën tjetër. Faleminderit shumë. Të pres tajtën tjetër kismet prap. Faleminderit, inshallah. Natën e mirë gjithë mirat. Të dashur shikues, ishte një dëgjuese që pat përvoja jo të mira me mësimdhënës, natyrisht që ka përjashtime gjithmonë edhe çdo herë. Ne e dim që mund të ketë edhe mësimdhënës të cilët nuk janë korrekt në punën e tyre, por që numri i tyre është shumë i vogël në raport me numrin e madh të mësimdhënësve korrekt edhe të mirë që i ka kjo shoqëri e që nuk po di me i vlerësu sa duhet. E pres edhe një dëgjues tjetër të shohim kush po na telefonon. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, urdhëni. Ju përshëndesim sot.
Faleminderit edhe një herë kush na përshëndet? Ne mësues i Kosovës. Mësues, hajde të shohim tash mësues, a ishe prej fillimit me neve? Po, qysh? A dëgjova dëgjuesin paraprake me një potpuri kritikash për mësimdhënësit? Dëgjuesja, shikuesja, herë mjekësi, herë në arsim, po se di, e zhgënjyme me pa arsye, po te pjesë e arsimit betova me tane. A mendon që me të vërtet në këtë shoqëni mundet me pas mësimdhënës që korruptohet edhe merr parë prej prindve? Boll jam nana e shoqënisë që njoh njerëz prej cepeve të ndryshme të Kosovës, e mbjen me nejt me mësimdhënës edhe me njerëz të ndryshëm, po qëto se kisha një deri sot. Në parim, jam i ati mendimit që më të me përjashtu kur gjithë si mundësi, po ndoket për normalës, jo normale dhe absurde ka pjesë. Për raste konkretisht nuk di, nuk përjashtoj, në asë një lëmi kur gjë nuk përjashtoj si mundësi, po kur më të lëbardët, ata që kemë tema e parë, vën lekën para jetës, kur ata bëjnë një diçka tillë, ata që janë zëtuar për me shpëtu jetë, te këta tjerë është gjithçka më lehtë pastaj. Po të mësimdhënë që nuk kam shumë rezerva që ndendje me bu një diçka të tillë. Në çfarë do arsye, në çfarë do rrethana, ne po flasim për mësimdhënien në Kosovë, flasim për një rrugë minimale, me të thënë diçka euro fillestare është dhe një mësimdhënësit me 20-30 vite më shumë, nuk e më vinë stacionerë rrogën në një mësimdhënës në Kosovë. Megjithatë, thatë edhe vetë se një mësimdhënës duhet me angazhu me një punë të dytë, e ndoshta edhe të tretë, diçka me botë pjetër për një jetë me mirë qenje pak normale për vetën e pita vetë. Megjithatë, një mësues i formuar me këtë tiparat një mësuesit nuk shtin në gjep atë që nuk është eti, nuk shtin në gjep atë që nuk është etike, nuk është parimore, nuk është morale, qofsa po jo fetar. Domthonë kjo nuk përjashtohet si mundësi, po për mua është jashtë çdo normale je. Absolutisht. Ato që prindërit vetë organizohen pastaj me i ble kujdestarët e mësuesës dhurata që ta na bëjnë. Ajo është diçka tjetër. Cila me bë më shumë, është diçka tjetër, po përndryshe jo. Megjithëse dëgjuesja ishte shumë, domethënë e vendosur në fjalët që i tha kam shembuj konkret, e mu mos më trajtu më shqetësoj pak edhe ndoshta ma dha pak një, qysh me thonë, një sinjal që me hulumtu pak këtë pjesë si gazetare, edhe pse s'kisha dashur kur me besu asnjëherë në asnjë rast. Jo me besu se është gjithçka mundur, po jetojmë në një vend ku vlerat më të mëdha si që është familja përshkatërohen se lëmë pjesa tjetër. E tash në shkatërim të moralit, në shkatërim të nderit, në shkatërim të etikës edhe profesionit të promohet, pastaj del njeri sërnisht. Unë që thjesht nuk du me pranu, nuk du me besu që një mësimdhënës është në gjendje me bodhën e diçka të tillë. Kalojmë te diçka tjetër, i nderuar mësues. Sa është sot sfidë, që sa kohë punoni në arsim? 40 vite. Sa është sfidë me punu sot si mësimdhënës me gjeneratat e reja dhe a qëndron ky trekëndshi i presionit që unë fillim të emisionit e thash që kanë presion prej ministrisë për shkak të kurrikulave të ngarkuarat të çështja administrative edhe teksteve që janë shumë të papërshtatshme me punu me to, presioni i fëmijëve të lasdruar edhe presioni i prindve të revoltuar. A qëndrojnë këto trija hipoteza që i ngrita në fillim të emisionit? E para, punë e mësimdhënësit është punë për tej fisnikës, për faktin se për këtij profesioni dalin krejt profesionet të tjera. Edhe të ati gjyqtarit merr apo s'merr metod, edhe të ati mjekut merr apo s'merr metod, edhe ati të policët të ushtarit i keve profesione prej përmen, edhe profesioni jotë është prej bankave shkollore dhe profesioni jeme, dhe unë prej atyre bankave shkollore kam dalë sot mësues, bile gjysmën e shkollimit kam kryti shkolla këtë sot jam mësim. E tash këtë kontekst, kur një mësimdhënës
është i stën ngarkuar me gjithçka tjetër përpos me dije, është natyrshme që mu lodhë dhe mësuesi. Edhe ajo që qeni njerëzore. Po me ushtru profesionin e mësimdhënies, që nga pas lufta e sot, ose do shmukon tepër dashamir i dhënjes së dijes, ose do shmukon edhe pak budall që thjesht nuk e mendon atë ngarkesën tonë dhe psikike, nuk e mendon atë pjesën që të shkon i harxhuar, i shtërruar, me fëmijët e tjerëve edhe fëmijët e tu duken arusha. Domthonë duhet me dash për të normalës punën fesnike të mësimdhënies. Domthonë po jep dije edhe po formson njerëz për të ardhmen. Unë jam për atyre mësimdhënësve dhe njerëzve që publikisht të them që procesi edukativ arsimor është i ndarë, i ke madhe shtipet. Në dija në shkollë, edukata, kultura, mirësjellja në shtëpi. Ne nuk kemi përgjes me botë tërvije fëmijët e tjerëve. Ne nuk kemi përgjes me i mësu ata me thonë mirë dita, mi mrama, me falë e të tjera. Ato shpreje, kultura mirësjelljes mësuhet në shtëpi. Në nxënësi kur të vjen shkollë të thonë me mëngjes. Që klasën e parë, prindi kam jeptu shumë kohë me i mësu rregullat bazë, të lutem më falë. Unë kur e kam rregull punën me mirësjelljen, me kulturën, me edukatën, tana hajde ka po përfyti mu për dije. Amo jo me më thonë, jo me më kallëzu mua prindi, cili do të qoftë ajo ose jo. A di ose se di, a bëj ose se bëj në punën teme që duhet. Kam bykqyr thonë. Nuk ka nevojë me paraqygo se me ndjeko kërkush. Kam bykqyr se ne kam kalu shkollën, kam kry, kam kalu në për teste me shkeme me gojë, me u konë kry që jam sot, edhe i kam menazmentin e shkollës që në rrenë mbi kry në baza ditore. A i kemi bo planet ditore, ato i dorëzojnë para se me hynë shtatorë në shkollë, a i kemi bo planet javore, a i kemi bo planet mejore, a i kemi bo planet vjetore. Eta kur këtë të filtra bonë për mu si mësimdhënës, pra prindrit që shpesh e harrojnë detyrën e tyre si prind, vinë edhe në shkollë, pa pikë marrë me kallëzën neve se çysh bëhet puna e mësuesit. Kjo është për te normalet, kjo është për te absurdit. Por ata ato, që dinë raste, më këtu të shasë pjesës dëmshme, që tha zonja zonjusha fjalë, motra fjalë që dinë raste tilla, kjo është kodë deklarosh, që më dhonë për gjithë është me dhonë llogari, nuk ka veç me ditë ose me thonë me të nime, jo dëshmi me të nime nuk ka. Kur të thush di, dëshmi qëndru për pasi deklarate. So është ka gja guzeron, si për të mjeku, si për të mësusi. Morë edhe të shtëpia, ka tjetë që s'ta qënë leurën e të tjerën me hinë spital, pa parë se pa edhe për të zanë, edhe për to dëshme pas dëshmi, nëse e akuzon të jo se e ebë një partit cigare, të një herë të jokonë para lutës e majmen me të lënë me shku me pa një të smutë, i gonë spital. Dhe na kretë pitim të, edhe kretë po presë ndryshim që bëjmë vetë. Kështu që me pas kujdes tek puna e mësimdhënies edhe mësimmarrjes, mësimdhënies. Ka gjë problematike e madhe kjo. Ndonjëherë në mënyrë të pavetëdijshme dhe ne bëhemi pjesë e një diçkaje që realisht nuk është e mirë, por që jemi rrit në qatë formë të e praktikuar dhe harrojmë që na duhet me bë ndryshimin. Para pak ditëve më ka ndodhur mu instiktivisht me i lajmëru njerëzit, isha të vozit natën prej Vitis për Prishtinë, edhe i njoftojsha me drita, se para prakisht njoftoj dikush, përmes dritave që ka polic dikun. Edhe instiktivisht për njoftoj edhe une. Edhe ma vonë për kuptoj që, dhe më thonë, është një emet që nështë prej sistemit politik të Serbisë që në kanë bo zullum, policia serbe, e kemi njoftu një tjetrin, po a ishtë dasht me trashëgu, one për shembull prej babës tem këta, jo. Nuk duhet se te i kalon shpejtësin me redënimin. Po në rregull, do më thonë, unë e rash në Grackën. Makinë me kujdes gjatë gjithë kohës. Po këta thash me qëllim që me tregu që ndonjëherë në mënyrë të pavetëdijshme, prej formës që jemi rrit, arrim i bë disa gabime. Unë mas ndoshta 2-3 kerëve që i njoftova, kuptova thash ai ka dalë se nuk është diçka në rregull. Do të thonë nuk është diçka e mirë. Po ti e rrit me qatë mendësi edhe e ki problem me e kput atë zinxhirin e kalimit prej teje të dikush tjetër. Kështu që po menoj që edhe të çështja e paqetës cigarës që ju ka dhënë rojtarit të dire spitalit, edhe bakshisheve që dëgjuesja tha mjekëve, nënën tjetër edhe për mësimdhënës që e përmendi, e nis dikush një të keq edhe mandej është problem me e ndalu. Ne themi që nuk është në rregull, doktori, ne themi jo dhurata për korrupsion, në klasën e 5.
Jo klasën e parë. Një mësuesës që kryen klasa 5 vjeç shkollim, nëse organizohet këtë klasa me bënë dhura çfarë do të thotë ajo, masi kryet procesi mësimor, pa ndikuar në vlerësim, pa ndikuar me i pa fëmijë ndryshe, sepse nuk vajtona me ato që thuhet se këshir dukin ose veshën e nxënësit ose nxënësës edhe pastaj përqendrohet tek prindërit e tjerë se çaj, nuk vajtona me këtë pjesë. Por nëse mas 5 vite punë mund edhe të mësues që paguhet, prindrit bashkohen me bëni dhuratë, që falënderime minjoje për të kontribut për të punë, për të përkushtim, nuk ka kur gjatë keqë të kërkush Lamborghini, kërkush si blen. Absolutisht. Asnjë kujdestarit, mas 4 viteve shkollim, kujdes, vlerësime, këtë çka do të qonë pyetja ajo, që ka të bëjë me arsimin, nuk është për të normales, mja bëni dhuratë, sa do të kesh u modeste, në kujtim, të të ati 4 vjeçarit bashkë, nuk ka kur gjatë dalum këtu. Se pra po them, as Ferrari, as Lamborghini, as Mercedes, kërkush si ka blen. Jo, natyrisht dhuratat... Masit kryet viti 4, masit kryet klasa 5, masit kryet klasa 9, masit kryet klasa 3 të shkollës mesme. Jo mja nisë vitin e parë me dhuratat, pas dhe me këshyr me blenë një mësëmën. Ajo është idiotësia dhe likësia më e madhe të dikush mund me bua dhe pastaj një mësues me ushqit në këtë mënyrë këtë punë. Jo, nuk e besoj që çështja e dhuratave mundet me tingëllu si shitje ose si korruptim ndoshta me mësimdhënësin. Unë mendoj që përkundrazi ndoshta her pas here ish dasht me i motivu në shej vlerësimi, mi ja bë dhurat në stilolaps, në shej vlerësimit punës që po e bojnë edhe durimit që po e tregojnë me fëmijët tanë. Sepse fatkeqësisht kemi raste të shumë nanave, sidomos ndoshta që në shtëpi ushtron dhunë edhe i bërtet, edhe është verzioni më i egër ndoshta i një nanës, e në shkollë nëse mësimdhënësi një vrejtje ja bën është në gjendje me shku me rrotullu shkollën. Domethënë edhe rastet të tilla kemi edhe është fatkeqësi që inshallah ndryshon në shoqërinë tonë, sepse me të vërtet dikur ka qenë më mirë kur nxënësit kanë pas edhe frikë prej mësimdhënësve. Sot nuk i edhe me çka me i friksu edhe nuk i mekanizma që e mbështesin. Najherë ta lë përshtypjen që mësimdhënësi ka met sikur i vetmuar në gjithë këtë farë procese. Për prindrit janë nivel të tyre, tek prindërimi i tyre, edhe u flasin fëmijëve për rëndësinë e mësuesit, mësuesës, mësuesve, arsimtarëve, profesorëve, nuk ka vend për frikë aty. Absolutisht nuk ka vend për frikë, ka vend për respekt, ka vend për vlerësim, ka vend për me të jashtëzakonshme të figurës mësuesit, me pa me përulje, me pa me vlerësim të madh, me pa si një diçka të madhe që ty po të bën gati për jetën. Edhe nuk ka nevojë me tu mësuesit heq, nuk ka nevojë me ndru anën se mësuesin gjatë në çmat pitutës, jo, për respektit, tregon për ulje, tregon respekt, shkos nga dorë ose përshëndet ose merr në grek, që ajo është diçka më e madhe. Jo më ndru ti udhën pitutës mësuesit, pikërisht, nuk ka nevojë me kon arush, ti me i ti ose sa. Për frikë respekte po ata fjalën në këto dyat bashkërisht të gërshetuara njëra me tjetrën, se realisht duhet edhe është shumë problem në një klasë me 30 nxënës nëse nuk kanë pak frikë prej mësimdhënësit, është e pamundur konsideroj me mbajt një orë mësimore, të paktën me gjeneratat e sodit. Është shumë sfidë, unë e mendoj. Të prindja më dhe vetë, edhe e di që shkon kjo procedurë, prindit të shkon mirë, me i pa fëmijët e tyre, veç javën e parë të shkollës. Veç javën e parë, nuk ka nevojë një vjet hiç. As 5 vjet në klasën e parë të 5, as 6 të 9, veç javën e parë. Klasën e 6 marr me pa. Çka bën fëmia vetë aty në shkollë? Unë jam mas e bindur që aty në më e pastë që çdo më ndodhet të dash më ardh marr, me ndjekë të ardhje, për fëmijët e tyre bën shkollë. Zoti e përmirësoft gjendjen e kësaj shoqërie të arsimit edhe gjitha sistemeve ose fushave në të cilat operon kjo shoqëri. Unë të falenderoj shumë për kohën, edhe për diskutimin. Uroj që këtë vit dhe vite tjera të pushojmë bashkë edhe ne edhe fëmijët, të reflektojmë më shumë bashkë me prindrit, në shtator të vim më të pjekum, të vim më të gatshëm për dije e jo për budallaki çmendi, jo për gara TikTok ose kush po del më i keq. Ose kush po bën më shumë këtë shkollë, po kush po merr më shumë mirë certifikata e vlerësimit për dije. Pushim të rehatshëm e fillim mandej të mbar të vitit shkollor në shtator. Mirëmbëjtje. Selam aleikum. Aleikum selam, natë mirë për ju.
Të dashur shikues, ju falenderojmë të gjithëve që ishit bashkë me neve, erdhëm në fund të emisionit, e kaluam pak kohën që e kishim në dispozicion. Edhe një herë faleminderit, po shpresoj shumë që të takohemi prapë të ejtën tjetër prej orës 20. Mirëmbëjtje e kalofshit mirë.